Në rrjetet sociale, këto ditë janë bërë virale disa statuse në Facebook të Rozanës për Neda Ballukun, kur kjo e fundit ishte banore në Big Brother 4. Tashmë Rozana është konkurrente në Big Brother VIP 4 dhe Neda Balluku është opinioniste në këtë reality show ku përplasjet mes tyre nuk kanë munguar. Rozana vazhdimisht e ka cilësuar Nedën të njëanshme me opinionet që ka dhënë. Ndërkohë në nisje të spektaklit të së martës, dy vajzat u sqaruan me njëra tjetrën. Neda u shpreh se statusi i Rozanës mbajeni Nedën larg nga rrugët kryesore kur të dalë se do ta shtyp me makinë i bërë në 17 mars 2011 është më i rëndi që ka lexuar ndonjëherë për veten. Megjithatë, theksoi se për herë të parë këtë deklarate mësoi të shtunën e kaluar dhe se nuk ka asnjë lloj inati ndaj Rozanës. Nga ana tjetër, Rozana kërkoi falje për statusin dhe theksoi se një veprim të atill nuk do ta bënte kurrë.